duke folur për aktualitetin politik në Shqipëri dhe në botë. Riplaset pyetja në ekran, Ledio, fabula tjetër. Bloger, do ta nis nga ty vlla, shpejt e shpejt, para se të flasim për Trumpin, u takuam me Ramsin 4 apo jo në Hag, e samitin NATO-s që u bë vetëm pak ditë më parë, para se të shohim një video shumë interesante, ja, Ledio ka fotot. Para se të flasim për këto, më thuaj të lutem, është bërë një festa e 249 vjetorit 249 vjetori i pavarësisë së SHBA-s. Është bërë dhe në Tiranë apo jo? Është bërë në Tiranë. Po pse ajo ka në 4 korrik, pse është bërë përpara? Po, ashtu e kanë menduar, ndoshta ikin në Amerikë ata që e festojnë atje. Nuk e di, është çështje protokolli e tyre. Do të kujtojmë që SHBA-ja vazhdon mos ketë akoma ambasador këtu në. Jo, ka të ngarkuar me punë. Ngarkuar me punë, është një zonjë, si e ka emrin ajo? Nëse shën si ka. Nuk ka. Si e ka? Van Horn. Nancy Van Horn. Van Horn. Ja. Por ikin SHBA ata për të festuar dhe e bëjnë para këtu. Dgjoj, tani çan këto video Ledio po shohim. Festa është nga festa. Është nga festa kjo. Imazhet nga festa, po. Dakor. Sa festa bukur. Kjo është Nancy? Jo, si ishte kjo? Po, ajo ishte, ajo në fustan. Ajo është Nancy? Po. Dakor, kjo këtu. Po. Okej. Po, është interesante. Kush ishte kursishte o vlogger? Aty ishte Altin Dumani. Ishte Dumani. Dhe Adnan Xholi, pra që është kreu i luftës kundër korrupsionit, pra një pjesë e mirë e SPAK-ut, ishin shumë eksponent partisë. Si dhe Basha. Shumë eksponent të partisë demokratike të kohës Bashës. Shumë eksponent të partisë demokratike të kohës Bashës, pra Basha... Më falë, vlogger. Se më kapi syri tani, më vjen keq o burr. Më falë, vlogger. Jo, s'ka që. Mos e vramë. Ja sa simpatike është e ngarkuar. Shumë interesante është, po. Edhe shumë e thjeshtë, shumë Van Horn, po, Van Horn. Kjo duhet të me origjinë kështu. Këto me Van janë nga Hollanda, janë gjermanike. Ashtu ngjan. Flemin. Po lajmi këtu ishte ky, domethënë që SPAK-u ishte pjesa drejtuese, le të themi, e SPAK-ut ishte aty Dumani, Xholi, tjetri. Nga ana e qeverisë ishte ministri i mbrojtjes, që tregon fokusin të mbrojtja. Fjalë për herë të parë mbajti një general i përgjithshëm i forcave të armatosura Shqipërisë, mbajti fjalë në event. Pra po afrohet lufta me fjalë. Pra, domethënë kjo ishte ideja, nga ana tjetër ishte nga opozita ishte Gaz Bardhi, Belind Kolliçi, Lul Basha. Lul Basha quhet me opozitës? Po, është deputet i Partisë Demokratike tani. Është akoma deputet arova, po. Den shtator, po. Ndërsa nga socialistët kishte shumë, Braçe, Xhafaj e kështu me radhë. Po, Ramsi sigurisht që s'mund të vini një festë. Por interesante është që nga radhët e doktorit besnik, nga radhët e besnikëve të doktorit tradicional, të tipit Noka, Alban, asnjëri. Kurse për ta plotësuar këtë pjesë, gjysmën tjetër të Godës Bosh. Edhe nga emrat të cilat ne I përflasim shpesh herë të pushtetit, që mund të jenë hetim, nuk ishin. Është përfolur Fatmir Xhafaj, është bërë lesë, po ishte aty. Asnjëherë në SPAK. Fatmir Xhafaj s'ka qenë asnjëherë. Dakor, po më them çfarë ka bërë studio mo, çfarë ka bërë studio. Emrat. Pra jemi edhe ne më katar që I bim robën qafë. Pse? Cilët flitet, ose I ka dalë emri, që janë hetim SPAK, aty nuk kanë qenë. E vërtetë është kjo. Por një sekond tani, nga pushteti kush ishte vlla? Ministra deputet, po ishte Piro Vengu, ku diun. Piro Vengu si ministri I mbrojtjes. Po. Po tjetër? Po duhet të kontrolloj albumin, se ajo ishte vetëm një video e përcipt. Nuk I mbam me emra? Jo. Po se dhe fokusi... Po çfarë u thanë një gjë apo kot qok? Po siguria, liria, demokracia, këto parrulla që ke fiksim ti jo kur. Premisa është, a ishin të gjithë ata që e pranojnë stabilokracinë? Si? A ishin të gjithë ata që e pranojnë stabilokracinë? Çdo më thënë. Se kanë zgjedhje tjetër? Sepse gjinishi me drejta tha një parakusht, ose një kursin e kuanota. Ja dhe baba Mondi, më falu mërësit. Po, kushti mund mungonte. Po pra, kushti mund mungonte se kushti pa të cilin. Pjesë e strategjisë globale baba Mondi. Kimin asertorik, si maskante çan, kimin asertorik do të thotë që ka një kusht dhe pa të cilin gjykimi s'dodh. Në këtë rast është kushti pa të cilin është janë gjithë ata që e pranojnë stabilokracinë dhe SPAK-un. Me drejt gjinishi tha që aty nuk kishte politikan ose figura politike drejtues të cilët kanë probleme sot me drejtsinë e re.
ose me sistemin e drejtësisë mbas reformës drejtësie, dhe kjo është e drejtë. Qartë. Pra fakti është këtu që politika amerikane nuk e ka ndryshuar linjën e saj si në raport me Ballkanin, si raport me Shqipërinë. Ka pasur pretendime nga opozita, që do ndryshonte qasja ndaj SPAK-ut ose ndaj efekteve të reformës drejtësisë, nuk ka ndryshuar. Ky është problemi sot që opozita s'po e kupton. Pra, dhe rinovimi i opozitës nuk është thjesht çështje kalcifikimi i leadershipit e tjerë, shumë e thjeshtë. Fuqia ndërkombëtare, e cila imponon stabiliokracinë, nuk e pranon për të qenë pjesë e teatrit. Dhe deri në momentin që trupa që merr pjesë në këtë teatr nuk është e pranuar nga skenaristët dhe regjisorët, do vazhdojnë të lejnë aktor kryesor Edi Ramën dhe ato 83 mandatet që përmend Flogertin. Nëse ekziston mundësia e ndryshimit të elitave politike, e krijimit të leadershipit të ri, atëherë historia ndryshon komplet, ato 83 mandate shkrihen për herë. Qartë. Ku është bërë te Pallati Kongresit u bë kjo, Flogert? Zro po. Te holli i Pallati Kongresit. Sebastian, digju është futur gjë, le dio kaloj pak te imazhet e samitit. Ore, u takua që ky Ramsi 4, më vërsh një momenti që i thot Rute, ky thua i NATO-s, ish kryeminist hollandez, që i thot një moment, ja, ky është momenti ku i thot Trumpit, i tregon Ramon. Nëse duket i tregon Ramsi fut mi gjithandej, është i papar për të krijuar këto gjërat, ja. Në një moment, e kemi le dio atë? Ky ka veshur atlete, i thot. Ky ka veshur atlete, po. Dhe nuk pam reagimin e Trumpit se si ishte. U dallua reagimi i Trumpit sepse shumë interesante të kuptosh gjuhën e trupit dhe të fytyrës. Ky është moment tjetër brillant ky, se po më ashtu ledi tani, se do t'i marrim me radhë. Shive se i imiton kjo, thuaje, mbretëresha i bie. Po. Kur flet ja, kur bën Trumpi gojën, kështu shive që i se i imiton kjo. Ky ka bërë xhiron e botës. Sa e bukur është, ja, opa, kthehet tani shive. Opa, i imiton se bën gojën kështu ai kur flet Trumpi. Po. Edhe ajo që e kap kamerat. Ose këtë gjestin kështu. Atë poshtë. Sebastian. Ora, si ka mund që Ramsi nuk e ashtu, apo s'pjet Ramsi për Trumpin fare, është ta që i fuqishëm tani. Patjetër. Kur e mendon? Është Ramsi 4 përballë Trump 2. Po, fiks. Niveli 4 të shmit. E kam seriozisht. Niveli 2. Përveç homolog. Përveç batuta. Tani, Rama aty shkoi për të bërë një photo operation, që ishte me Mark Rutte dhe do marrin një port të ri të NATO-s me Aspi, me gjasme, siç mund ta. Aspi Karalloj thot Ledia ka shprehje. Sa burga Aspi Karalloj, e përdor ti? Pra, e burga Aspi Karalloj. Po. Aspi Karalloj, janë dy fjalë për shkakun që po të thuash fëmijë sot nuk e kupton ç'do të thënë. Ose Coni Caramonit, po. Aspi Karalloj. Pra ne me parat tona ndërtojmë diçka në Porto Romano, prishet porti i Durrësit dhe pastaj atje në Porto Romano shkojnë këto oligarkët afër Ramës që këto pastaj ta privatizojnë atë çka ne mund të bëjmë me parat tona. Po shyn NATO tani këtu? Po pra, se Rama e bëri operacionin e vetë fotografik dhe operacionin e vetë të PR-it. Operacioni i Ramës në PR dhe operacioni fotografik është që ne morëm nga NATO, i morëm të gjitha ato që ne kërkonim. Pra do marrim port të ri, ne dham dakordsim për 5% që unë u takova drejt për drejt me Ruten e tjerë e tjerë. Trumpi është një nivel më lartë. Duke qenë se Trumpi është një nivel më lartë. Trumpi është pronari, vlla. Po pra, dhe shkoi mori ato që donte, pra Trumpi i tha pak a shumë. Ju që keni bërë miliarda në këtë fazë detante, këto 30 vjetë, tani këto miliarda do bëni ca lek edhe do vinit mi jepni prap mua në Amerikë. Kështu që do e çoni 5% shpenzimin të GDP-s, të produktit të brendshëm bruto. Ato lek që ju i keni mbledhur këto vite dhe i keni nxjerr veç. Kjo është analiza. Do mi sillni një para se të bëje këtë të lutem, fal ndërpres. Si ka mundësi të pyeta, po ti nuk më dëgjon ose nuk të intereson pyetja. Si ka mundësi që nuk e takoj Trumpi Ramën pra? Sepse mund ta shohim në dy mënyra. E para, Rama nuk është i interesuar për të takuar Trumpin, sepse mund ta shohim edhe këtë në disa mënyra. Nuk është i interesuar për arsye sepse i prish punë me Sorosin dhe me demokratët në Amerikë. Po pse Ramsi nuk po e fsheh, ishte në dasmën e Sorosit para 2 javësh. Po pra, dhe nuk do. Ramsi ka heqë nga faqja e tij gjithë fotografitë që ka me Soros. Jo, po ndërkohë vajti në dasmën e Sorosit, është kashillik i papar, pra spjerd. Se ta kuptojmë të gjë, Sebastian. Jo me parti pri, pra, nuk duhet të ndaj me deg. Pra, nuk i intereson Ramës kjo lloj gjëje, sepse nuk do të atashohet, sepse ka linjën me demokratët amerikanë. I intereson... Ka dhe linjë me dhëndrin e Trumpit. Me dhëndrin e Trumpit. Që ishte në Shqipëri tani, i intereson Ramës kjo lloj gjëje, por nuk kalon dot Suzy Wilesin atje. Ajo i thot, ti ndal te dera, nuk e takon dot, as dorën nuk ja jep dot.
Kështu që në këtë mënyrë duhem parë të dyja. Unë besoj se është më shumti kjo pjesa tjetër, që pavarësisht se ti fiton me 83 mandate, pavarësisht se ti mundet që ti vjedhësh zgjedhjet, pavarësisht se ti mundet që ti jesh argëtues për ata që janë atje me atlete, me kostum bardh, me recipeta e ku dëgjon çfarë mund veshësh gjithkohës, në fund fare ka një gjë, kanë disa shefa stafi atje që të thonë deri këtu dhe nuk mund të shkosh më tej. Në këtë aspekt, pra e shoh në këtë lloj pozicioni. Po ta vëshë Trumpi nuk është se i takoi shumë pak ka takuar nga ata, ha? Aty ndodhi një Takuan me Erdoganin, Aty me këtë të NATO-s po e posë, normal do të Mark Rutten pa ishte i... Me ku takua ti që bëri takim që ullë, vlla. Aty ka ndodhur një lloj skandali diplomatik sepse shefi NATO-s i tha dedi. Edhe i pëlqeu shumë ai. Edhe i Kujt i tha dedi? Dedi, babi, po babi. Tani Pak vërtet i ka thënë se babi NATO-s ky është Trumpi. Normalisht. Jo, kam seriozisht. Jo, ma ai është. Dhe tani ai po merr mbrapsht gjitha lekët që për kaq kohë evropianët kanë bërë. Pse Ramsi Floger thua ti, para se kaloj te Marsiti dhe te Gjinishi, shkurtimisht, pse Ramsi, se çfarë kohë na ka mbetur. Pse Ramsi nuk ka interes të takoj Trumpin? Se po të kishte, unë e bindu i do bënde çmos për të takuar. Jo, unë kam përshtypjen se Rama dhe Trump nuk janë takuar, sepse kanë padur merakun mos e sulmojnë Trumpin mandej opozita këtu për lidhje akute për çështjen e Sazanit. E kanë folur me një tjetrin këta kanalet e komunikimit që kanë, që nuk na intereson të takohemi tani, se jemi sa është Jemi duke bërë pazar. është firmos marrëveshja, është krijuar kompania shqiptare që do jetë aksionere atje në Sazan shumë e radhë. Edhe na hapen këto telashe, këto debate që këta dy tani bëjnë biznes me një tjetrin, e shohin politikën si biznes, jo si politikë. Ja, tani do shkojmë atje se kemi pyetjen tjetër, po. Po fliste Sebi dhe një moment, po të mos e kisha përballë, do më duke si kur po fliste Flamuri ose Belindi. No, Sebi kjo është personale, valla. Jo, është citimi deklaratave, ato që thatë Sebi janë motamo, deklaratat e Belindit, nuk e le një suzja atje, Ramën e kështu me radhë. Problemi është që Rama mund të mos e takoj do të Trumpin edhe 4 vjetë. Problemi është që non grata është aty, dollarot ikën, Plasivitaja iku, Flamuri merdi dhe komunikata tani shkresa që është regjistruar ajo çështja për hetim, është në regjistër në hetim. Jo, po prapë, është në hetim ai. Është që nëntor në hetim ai. Jo që nëntor, është që vitin që shkoj. Në nëntor, pra. Kështu që nëntor viti shkoj është, por mire ka se vëskan. Po vitin që shkoj, nuk e di muajin, ja ta... Nuk na duhet, vazhdo këtë progres, s'kemi kohë. E kam fjallën këtu që... Ma thuaj, ma mbyllë me një fjali. Nuk i intereson të takoj për këta arsye. Me një fjali, nuk i intereson të takoj. Apo nuk mund të takoj. Sepse nuk duan që konfliktin e madh të interesit që kanë tani me Sazanin, ta bëjnë publike dhe të fillojnë t'i bien Ramës andej nga Amerika, ato demokratët që i ka miq, edhe doktorit i bjej Trumpit këtu. Pra ti thua, dhe Trumpi mund t'jeti shqetësuar për këtë gjë? Shumë i shqetësuar. Ti ta i po tallësh? Jo, nuk po tallën fare. Ka frikës si prish pun Belindi, me hy Belindi, Flamuri, Albana. Prishin pun Trumpit? Po pa tjetër, prishin një kontratë e madhe, 1 miliard. E mban seriozitetin, bravo. Po tallën, po tani çfarë them? Pra kjo, do më thënë, me që e mora fjalën pas kësaj që tha dhe më ftojnë bisedë, pra këto nuk takojnë sepse Berisha është non grata. Jo, nuk takojnë se kanë frikë si sulmon Berisha. Po pra, dhe Berisha është non grata dhe të gjitha këto do më. Pastaj thash për takimin, vari bidonat, sepse si e takoj si takoj Rama, nuk është se ka për balë dikë që mund shkoj të takoj, se edhe me pagesë su arrit do të e gjëja. Qartë. Tani kam një pyetje shumë të thjeshtë. Një kryebashkiak në Kolumbi i cili mund të akuzohet se ka lidhje me krimin organizuar, po doj të vinë në Shqipëri dhe të takoj Edi Ramën. A mendon se Rama ka në i shef stafi që i thot këtë më mirë mos e tako? E ka detyrim ligjor. Me vërtet? Që është në nëhetim? Ka detyrim ligjor. Jo, se është në nëhetim. Ja, po s'ka mundësi. S'ka mundësi këtë. Po jo, pra se s'ka mundësi të në. Se kjo e tha pak më herë që nuk ka mundësi. O, zotri, po, okej. Atëherë më them ka mundësi. Sepse kryeministri i vendit është hetim Jo, s'ka lidhje dhe më mos jetë hetim fare. Ku është hetim Edi Rama? O Floger. Unë e mora rasti po të Floger. Po për rastin konkret që ti thot Del Suzi, se këtë thot dhe Belindi, Del Suzi. Mund të jetë... O Floger, kryeministri i vendit nuk mund takoj çdo njeri nga rruga
pa marrë informacionin, sepse ai nuk I njeh dot gjithë njerëzit. Sakt. Sepse ka staturën e kryeministit të vendit. Kjo pjesë Dhe iku një gaf që bëjnë domethënë e paguar fort. E gjithë dakord me mua. Nuk takohen për Sazanin apo? Na duhet lloja valla. Nuk duhet të Barove Sebastian. Mbroj. Kur kemi qenë gjatë fushatës, kam thënë për të ricikluar, si thua, vijën që e kam pasur që në fillim të herës. Nuk do të atakoj apo nuk mundet? Nuk mundet të atakoj. Ti thua nuk mundet. Gjatë kohës fushatës Trumpit, unë kam thënë në të studio që në qoftë se Trump fiton Rama do ketë ditë vështira, jo se po e kërcënon pushtetin e Trumpit, po sepse është ekspozuar më shumë si duhet, për shkak pasionit që ka Rama për tu paraqitur si lider global, si njeriu më I afërt I Sorosit. Deri sot, datën 27 qershor 2025, nuk shoh në ditë vështirë për Ramën. Ja, s'kan filluar akoma, sepse është akoma duke marrë me Kinën ai. Domthon barazosh Ramsi me Kinën është katastrofë e madhe çani. Do vijë ditë e madhe me Ramsin. Po unë do t'jap 3 raste. Më 1 minutë. Vijë ditë e madhe që ja, unë do t'rregoj 3 raste. Se kemi 3 vjet që po flitet dhe po e presim. Nuk është puna ime, dash vitesh më thjesht. Unë po lexoj ngjarjet që kanë ndodhur. Ngjarjet që kanë ndodhur dhe më thoni që s'është kështu. Në shkurt të 2025-s, në konferencën e Muniut, a ishte e vërtet që Rama tundi gjithë botën për të bërë një takim me G.D. Vancein? Apo jo? Jo. Që hyri, të lutem tani, sepse ti referohesh medias, edhe unë kam drejt I referohem medias. Kjo është publike në media. I cili futi Grendelin, u fol për 2... Po, qartë. Edhe unë e besoj. Dhe ishte pikërisht ajo zonja, shefja kabinetit ta bëre. Të lutem. Jo nuk kam. Jo të lutem. Po deshen më respektosh, lëm ta them dhe pastaj hidhi gjitha poshtë. Nuk korrespondojnë datat më. Hidhi gjitha poshtë. Vetëm se Nuk korrespondojnë datat. Dëgjon. Datat kur ka qëndruar Divens aty? Kur është bërë darka, kur ka shkuar Rama, nuk korrespondojnë, nuk kanë qenë të ditë, ai s'ka ndonjë, sepse dështoi prapë. Ai s'ka ndonjë për darkë fare Divens ka ikur direkt. O mik, nuk po them që I ndau luga, po them, ai e bëri lobimin dhe I dështoi atë. Unë I dështoj dhe Vučić. Dhe kjo është publike. Tani, nëse mund ta mbaroj. Jo mund ta ketë bërë, po s'ka pas darkë. Nuk është çështja e thjeshtë, sepse ishte shefja e kabinetit që përmendi pak më herë Sebastiani, Susan White, e cila foli dhe tha jo. Po e vërtet është. E dini dhe tekstin domethënë, se çfarë teksti përdori ajo zonë. Kukulla kukulla e Soros. Po e vërtet. Apo jo? Po. Qëndrojeni larg. E dyta çani. A nuk është e vërtetë që vetëm gjatë pasardhjes pushtetit Trump, mediat më të fuqishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në fund fare janë media, por nuk kanë ndodhur më përpara, e cilësuan zotin Rama si Ramaduro. Hera parë. Amerika godit imazhin e Edi Ramës, nuk kanë ndodhur. Profesor, ishte opinion më burr. Lutem ta mbaroj burr tash mos u Kush e kishte shkruar shkrimin? Po nuk më intereson ato burime mediatike që ti përdore që parë, nuk më intereson, po tregoj se kush është opinioni mediatik. Shkrua një opinion Marsit Gupit e Lezo Pikal. Ta mbaroj pak. Nuk është linja editoriale e imja. Ta mbaroj pak. Ja botoj unë Marsit Gupit. Ai ishte shkrimi Agim Neshos në Fox News. Ti thua, ata mbaroj Fox News-i nuk. Patjetër, 6 milion euro nuk paguan dot I shkrim, nuk boton dot I shkrim. Jo, tani këtu nuk kemi një foto ekskluzive. E treta. Kemi një O vlla, $6 milion. A mund ta vazhdojmë pak? Po le mos e nxirr më thonë. Çani mund. Le mos e nxirr të foto, mendova se I kishin, po jo. Ç'është? Më thonë që zona nxjerr. Ishte një foto e Ramsit, po nuk po e nxjerr. A mund ta vazhdoj arsyeën e tretë ose rastin e tretë? Para 3 javësh. Si foto e Ramsit që është diku tani duke fol telefonu, po nuk duhet ta nxjerr. Para 3 javësh në Shqipëri erdhi një zyrtar I lartë. Se më e bukur është ajo, s'është gjë ajo. Më falo gjinish. Po është lajmi I fundit që ishte ti o burr tani sajt. Jemi shumë mirë, jemi shumë mirë, s'po bëj asgjë. S'po bëj asgjë fare, vot ti them. Jam detyruar të bëjmë. Jemi në zonë të lirë. Jemi në zonë të lirë. Po në lirë domethënë që ka rregulla pra. Patjetër, po jemi të lirë të themi gjëra. Po pra. Vend jam unë I ligj, kur vjen një gjë kështu erë. Patjetër. Je I bie pyetje një, pse mos e nxjerrim vëlla? Se është shumë e bukur kjo. Do mendoni për veten e apo do mendoni vetëm për tjerët vëlla? Ngjerë duke menduar për tjerët. Kjo është shumë e bukur, s'ka asgjë të keqe. Bilati s'duket shumë, do ta bëj zoom led jo. Zino burse emisioni I fundit sot. S'është ndonjë gjë. Atëherë çani po thoja. Ku na qenë me avatar. Jo, emisioni I fundit ta mbyllim me një foto ekskluzive, por është e bukur. Avatar do. Edhe është pozitiv, është foto pozitive, jo kështu. Është për fan, më fan. Është bërë me AI, mo. Jo, më është fan, më burr. Fan. Është fan, më në kuptimin është I gëzuar si foto, burr, ha. A gjirish? Atëherë sa më shkurtër po nëse nuk me pika, me pika. 1 minutë maksimumi me pika. Atëherë po thoja 3 pika. Pse Rama nuk I ka 3 tregues që nuk I ka mirë punët me administratën e Trumpit, se po e bëjmë shumë personale këtë pjesë. Rama kërkon ta shesi gjithmonë marrëdhënien me homologët e tij si marrëdhënie personale. Nuk është marrëdhënie personale. Përmenda konferencën e Muniut, përmenda mediat amerikane, cilët e quhen Ramadura, por mos harro ka edhe diçka shumë më tepër se kaq. Para 3 javësh një zyrtar I lartë
Ministrisë Drejtësisë, erdhi në Shqipëri dhe kush ishte mesazhi që solli? Shqipëria të merret me kartelet e drogës. Shqipëria të merret me kartelet e drogës. Por kë e ka mesazhin ai për opozitën, kush do merret me kartelet e drogës? Apo jo. Megjithatë, nëse më lejon Çanin lidhur me këtë imazhin dhe dëshirën e Ramës për foto që s'ka dëshirë takoj atë se i prishet imazhit, thuash, më fal tani. Thuash që Rama s'do takoj presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, domethënë kjo është edhe vetë Rama nuk e beson dot më. Megjithatë dy gjërat që mbran sy domethënë nga ajo që pam publikisht. E para, kur presidenti Trump po fliste i të gjithë antarët, të gjithë përfaqësuesit e 32 shtete antarë të NATO-s u çuan këmbë, Rama ishte i ulur. Rama ishte i ulur, nuk e di e keni para të foto apo jo? Ishte i ulur dhe se kishte fare mend. Po e di, po. E dyta, sepse ndonjëherë fota flet shumë më tepër se fjalët, Çani. Zelenski për herë të parë hoqi rrobat ushtarake dhe u vesh me kostum. Po, për ta ku Trumpi. Ndërsa Ramsi vazhdon akoma me atlete. Që do të thotë që s'pjert fare për njeri më. Po, unë me ty jam, dhe unë uroj që kështu tjetë. Po, është fuqi, Tani në krenartin që ose ka këtë fuqi? Tani... Krenar si jemi fare. Bravo i qoftë ati vetë. Po vetë është i përparë. Tani, unë ditë them dhe më të gjyra. E para, administrata e Trumpit është eftot me Ramën. E dyta, administrata e Trumpit uroj popullin shqiptar për zgjedhje, po nuk uroj partinë fituese dhe kjo nuk ndodh në asnjë vend botës, se këtu nuk është që po bëhen për herë të parë zgjedhje demokratike ti do durosh popullin, se vetëm atëherë mund ndodhi. Po. Nuk ndodh. Logjike saktë. E treta, të gjithë mediat në Shtetet Bashkuara të Amerikës Ramën nuk e cilësojnë më si një personazh pozitiv, po si një ushtar George Sorosit. Rama nuk ka akses në administratën Trump, sepse shprehje e vetmja linjë që kishte, jo si përfaqësuesi i një shteti aleat që ka interesat përpashta, jo si përfaqësuesi i një shteti i cili është faktor shumë i rëndësishëm për Ballkanin, por Rama linjat e shtrira në administratën Biden i kishte përmes tentakulave të Sorosit, apo jo? Po kaq do të them. Në të gjitha rastet, Rama është i humbur. Dhe të thua, edhe investimet, su përmend tu Sazani e tjerë, në mënyrë nuk do të takonte Trumpin ai, po do të takonte zëvendës presidentin. G.D. Vance, nuk e bëri dot. Historia është shumë e thjeshtë, Shani. Dhëndri i Trumpit, Kushneri ka qenë komplet jashtë loje gjatë fushatë, dhe gjithë në Shtetet Bashkuara ka shkrime pafund mediat amerikane për marrëdhëniet që ka pasur gjatë asaj kohe. Rama nuk e forcoi dot lidhje me Shtëpinë e Bardhë, megjithse ia dha Kushnerit vendimin për shfrytëzimin e Sazanit pikërisht pak ditë, ndoshta 2 javë, para se sa të bëhet ceremonia e marrjes detyres presidentit Trump për të kapur një ftesë atje. Po të thuash që Rama nuk do të takoj president Trump, tash kjo është pyetje ironike e Çanit ai. Rama nuk ka arritur ta çajë administratën Trump dhe nuk do ta çajë, po e them të këtë, nuk do ta çajë dot. Okej, ta shohim. S'është herë e parë që tjetër në ekran le